Janë lojtarë kryesor, lojtarë që kanë qenë gjatë gjithë kohës bazë, po thjesht lojtarë formacioni, lojtarë shumë të rëndësishëm për ne. Do ishim mirë që t'i kishim në ekip sepse ne jemi një ekip që nuk kemi shumë kohë për të ndetë me njëri tjetrin dhe çdo mundësi që na jepet, çdo grumbullim që na jepet, mundohemi që të forcojmë sa më shumë, si nga ana e lojës, ashtu edhe nga ana e kolektivit ose atmosferës. Por gjithsesi lojtarët që kanë ardhur të ri le të themi që s'kanë qenë radhës së kaluar, janë lojtarë që janë të nivelit të mirë, lojtarë që mendoj që do të bëjnë mirë edhe ndeshja me San Marinon është një ndeshje që t'i jep mundësitë që ti të shpresh atë komplet potencialin që ti ke. Ne si trajnerët e ekipit kombëtar kemi shumë të vështirë sepse pothuajse kemi ndeshje një herë në 2 muaj. Edhe lojtarët janë në aktivitet në klubet e tyre dhe sa herë që vini kërkoj që t'japin maksimumin, sepse gjithë stafi i Ustënjishit është 2 muaj për të pritur një ndeshje, edhe nuk lejoj asnjë lloj tolerimi, si nga ana disiplinës, ashtu edhe nga ana taktike, le të themin, por gjithnjë gabime në mendim janë shumë problem, ose në vletësimi i kundërshtarit. Pra këto gjëra nuk duhet t'i lejojmë në ekip, sepse ne jemi ekip që jemi kualifikuar në Europian, sepse jemi vend organizator dhe çdo ndeshje miqësore për ne është Europiani. Edhe San Marino është Europiani. Unë do të shikoj vërtet këtë ndeshje sepse kush lojtar është i denjë për të luajtur në Europian. Edhe e din shumë mirë që nga kjo ndeshje varet shumë edhe prezenca atyre në ndeshjet e ardhshme. Me grupin jam shumë i kënaqur. Janë lojtarë të përullë, lojtarë që japin maksimumin, nuk kemi asnjë lloj problemi nga kjo anë. Lojtarë me kualitet të mirë, le të themi, po përmirësohen dhe po rritën dita ditës. Kemi bërë 2 ndeshje si me Gjermaninë ashtu edhe me Zvicrën, le të themi ndeshje të mira, pavarësisht nga humbja, ne kemi qenë në lojë deri në minutën 90. Po kjo tregon që ne jemi ekip që jemi aty pra, jemi ekip që pretendojmë të ndeshemi me çdo lloj kundërshtari dhe të ballafaqohemi ashtu siç duhet. Jam shumë i kënaqur për këtë. Mendoja që ky grup do ta kishte pak me vonesë, domethënë ambientimin dhe konkretizimin e gjërave, po e kanë bërë shumë shpejt. Edhe për këtë jam shumë i kënaqur. E pres edhe gjithsesi me ndeshjen me San Marino, pavarësisht se kundërshtari le të themi është modest, për ne nuk ka si kundërshtar modest, për ne janë gjithmonë ndeshje europiane këto ndeshje miqësore. Me që është në Real Albania, orari është i përshtatshëm, mendoj që tifozët duhet vinë sepse Shqipëria është në Europian, rëndësi ka që të ketë pak tifozë që t'i mbështesin, sepse është një ekip që ka nevojë për mbështetje.